Thallë Ibn Kaimi rahimahullah, kuptimi i fjalëve të tij tregon për çdo defekte që i ka njeriu në zemër, thotë dije, thotë se në shpirtin e njeriu, në zemrën e njeriu thotë gjendet mendje madhësia e iblisit. Thotë zilia e Kabilit, ai që e ka mbyll dhënën e vet Habilin, thotë kryenësia e popullit Adit, gjithta popujt që i ka shkatruar Allahu për shkak të këtyre gjunave. Thotë tirania e Themudit, thotë guximi i tepërt i Nemrudit, thotë arroganca e Faraonit, thotë padrejtësia e Karunit, thotë dhe ignoranca e Abu Jahlit. Thotë po ashtu thotë në zemrën e njerit, në shpirtin e njerit thotë ka dhe cilësitë kafshëve. Thotë është lakmia e korbit e sorrës. Thotë pangopsia e qenit. Thotë ulësia e brumbullit, domethënë insekte që mbledh domethënë dytësira. Thotë mosmirnjohja e hardhusës shkretinës, domethënë sjellja e keqe e saj. Thotë mëria e devës. Thotë sulmi i luanit. Thotë shprishja dëmi që shkakton miu. Thotë ligësia e gjarprit, loja e kotët e majmunit. Thotë edhe grumbullimi i milingonës, domethënë sigur milingona që grumbullon srofën e ushqim, sigur njëri që grumbullon dunja. Thotë edhe dinakria e dhelprës. Shkallë të gjitha këto karaktere do të gjenden tek njeriu. Thotë Allahu subhanahu wa taala, thotë Allahu i madhrum, thotë e ka përshkruar njeriu në Kur'an si shumë zullumçar, pasi edhe shumë të paditun. Innehu kana zaluman jahula. Me të vërtetë se njeriu është domosdoshmë shumë i padrejt, edhe shumë domosdoshmë i paditur. Thotë e ka përshkruar thotë Allahu në Kur'an njeriu si shumë të padurueshëm përballë provave, që ankohet shumë, e është i pangopun, që është në humbje në devijim, që është mosmirnjohës ndaj Allahut edhe mohues i madh. Cilësi vëllezër shkatruese që qenë kanë tek shpirtrat e njerëzve. Mirë po, kur njeri vëllezër përpiqet sinqerisht, i merr shkaqet, edhe kërkon ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, edhe e lufton veten, që me shrënjoz nga zemra dhe shpirti vet këto cilësi, atëherë Allahu e ndihmon. Edhe ky njeri e mposht vetveten, edhe egon e vet. Mirë po, nëse ti ec mas kësaj natyre tonë, karakterit tonë, moralin, edhe nuk i kushton vëmendje për mirësimit vetës, atëherë dije se ki më bashkë shpirtlik, patjetër. Pse se origjina vëllezër qenë ka kjo. Edhe tek ti ko më të bush çdo punë e keqe dhe çdo punë e ligë. Pra në moment që tregosh i shkujdesur për mirësimin e zemrës tane nga smundjet, atëherë dije se ato nuk largohen vetvetiu vëllezër. Mirë po kanë me të përcjell gjatë gjithë jetës. Edhe nuk shkojnë duke u zvogluar, mirë po shkojnë duke u rrit. Është në moment që ti e vren, thonë që në zemër ki diçka, mos e le domethënë që me kalu kohë dhe ajo më rrit në zemrën tënde në shpirtin. Qoftë dyshim, qoftë epsh, qoftë çfarë do qoftë diçka smundje, më një herë mundohu me largu. Mos thuj inshallah në të ardhmen do të merrna me të jo. Sa ajo nuk shkon duke u tkurr vëllezër, ajo shkon duke u rrit. Sigur të smundjet e rrezikshme Allahu na ruaj prej tyre, thonë që përhapen shpejt trupin e njeriu. Pra sikur që i kushton vëmendje shëndetit ton fizik, kushtoj vëmendje edhe shëndetit ton pasërti zemrës. Shkon vëllezër sot i vrejmë do njerëz se si dynden drejt spitaleve, dynden drejt farmacive, barnatore, me ble ilaçe. I kushtojnë vëmendje të madhe ndonë çka ushqimit, si shpohan. Mirë po, i vrejmë xhamit zbraz vëllezër. Çfarë tregon kjo? Tregon se njerëzit më shumë janë dhanun mas anës materiale se sa anës shpirtërore. Më shumë janë dhanën mas ushqimit, material fizik se sa ushqimi shpirtëror. Domethënë njeri mundet me arrit pozitë lartë, me pas edhe dije ndoshta, rreth fest Allahu subhanahu wa taala, apo edhe dije ndryshme, mirë po kjo nuk ta garanton vëllezër se e ki zemrën e pastër. Po nëse nuk i merr këto shkaqe me pastru zemrën, prap ka mundësi që në zemrën tënde me pas edhe defekte shumë, dashuria për famë, vetpëlqimi, arroganca, nënçmimi i tjerëve, morali i keq, sjelljet impulsive, domethënë zemrimi i madh, vrasësia ndaj tjerëve, mos takimi i muslimanëve me buzëqeshje, kur njeri nuk e pranon këshillën, nuk e pranon kritikën kur është me vend, nuk e pranon të vërtetën, këto lloje janë smundje shkatruese që shkatrojnë njerin. Andaj duhet me i kushtuar vëmendje vëllezër për mirësimin e zemrës, edhe shtrënjosës këtyre smundjeve, pse se këto janë defekte vëllezër që të shkatrojnë. Edhe nuk mjafton që ti vetëm me i qetësu, ose më mundu me i mbulu, duke u largu për shkaqeve që i nxisin ato, jo vëllezër duhet me i shtrënjos,
siç ka thënë pejgamberi sa sem lutjen e tij, një prej lutjeve më madhështore, që i përmban dikun për mi 10 fjali lutje, kemi marrë atje te Adabul Mufrad. Në fund çka ka thënë, e ka lutur Allahun waslul sakhimat qalbi. Waslul sakhimat qalbi, e ka lutur Allahun, Allah çrrënjosi defektet smundje që ai ka në zemrën time. Kush po e lutur Allahun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.